njerëz me kontribute në Partinë Socialiste, me kontribute në qeverisje, njerëz që i kanë shërbyer dhe i shërbejnë çdo ditë njerëzve, i shërbejnë çdo ditë komunitetit, dhe gjithashtu edhe figura të reja, profesionistë të fushave të ndryshme që janë bashkuar vizionit tonë për Shqipërinë europiane 2030. Lejoni që të mos ndalem tek profili i çdo kandidati, sepse lista e Tiranës është një listë e cila kanë përbërjen e saj 49 kandidat për deputet, 12 për të cilëve janë në listën e mbyllur dhe 37 për të cilëve janë në listën e hapur. Është një skuadër, siç e thash, e cila kombinon më së miri përvojën, eksperiencën dhe energjinë e të rinjve që i bashkohen skuadrës sonë për zgjedhjet e 11 martit. Do të patjetër, lista, sikurse e thash, është e gjatë, nuk po ndalem për shkak të kohës në prezantimin e profileve të kandidatëve. Në ditët në vijim, ju qytetarë do të njihen me profilin e gjithë secilit prej kandidatët. Do ta nis me listën e mbyllur të kandidatëve për qarkun e Tiranës. Lista e kandidatëve për qarkun e Tiranës kryesohet nga kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama. Mëtej, kjo listë vijon Ogerta Manastirliu, Elisa Spiropali, Lindita Nikola, Tauland Balla, Adea Pirdeni, Albana Koçiu, Igli Hasanaj, Delina Ibrahimaj, Ilva Gjuzi, Iris Luarasi, Erion Malaj. Pra kjo ishte lista e mbyllur për qarkun e Tiranës. Sa i përket listës së hapur të kandidatëve për qarkun e Tiranës, pra përfshin 5 bashkit, Tiranë, Kavaj, Rogozhin, Vorë, Kamës, për efekte të kohës nuk po ndalem tek organizimi elektoral dhe tek kandidatët të cilët punojnë, pra dhe do të janë pjesë e organizimit elektoral në të gjitha bashkit, por në rend alfabetik, po i rendis. Lista e hapur pra e kandidatëve për qarkun e Tiranës: Andi Seferaj, Anila Denaj, Antonela Dedej, Arben Pëllumbi, Blendi Gonxhe, Blendi Sulaj, Vlerina Gjylameti, Edlira Dyrmishaj, Eldi Çepeli, Endrit Brahimllari, Entela Ramosaço, Erion Braçe, Ermonela Felaj, Ervin Hoxha, Etilda Gjonaj, Etjen Gjafaj, Fatmir Gjafaj, Florian Pullazi, Glinxhet Madhi, Halil Koloshi, Halit Valteri, Julinda Dhame, Kejsi Elezi, Klotilda Bushka, Mimi Kodheli, Mirgit Dhata, Olta Gjatshka, Ornaldo Lakifi, Kandeli Majko, Persida Shkrepa, Larent Ndreca, Roj Bashaj, Silda Qepe, Sofika Leshi, Toni Gogu, Gjemal Qefalia dhe Ylli Shehu. Me këtë ekip, Partia Socialiste e Qarkut Tiranës kërkon sërish besimin e qytetarëve për të vijuar rrugën e saj të reformave dhe bashkë me skuadrën kombëtare të Partisë Socialiste të vijojë dhe të finalizojë ëndrrën e çdo shqiptari për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda 2030-s. Shumë faleminderit. Po patjetër. Dhe ne do t'ju shpjegojmë të gjithë profilet e kandidatëve në ditët në vijim dhe parimet